Horoskopi ditor, 11 janar 2026. Dashi, që herët sot, ti e ndjen se zgjidhjet po të vinë natyrshëm. Nuk ke nevojë të mendosh gjatë, intuita të udhëheq saktë. Në punë dhe në çështjet që lidhen me karrierën apo imazhin tënd, mund të sillesh me më shumë imagjinat dhe ide të reja. Gjërat që bën nuk janë thjesht detyrë, po kërkon kuptim dhe vlerë në to, megjithatë, dita të kërkon balancë. Nëse përqendrohesh vetëm te puna, lodhja do të zërë shpejt. Pushimi, qetësia dhe koha për veten sot janë po aq të rëndësishme sa angazhimet. Kur i kombinon të dyja, rezultatet janë më të mira dhe ti ndihesh më i plotë, mund të përballesh me disa dyshime për veten. Ndoshta mendon se nuk po bën mjaftueshëm ose se mund të ishe më i mirë. Mos u ndal te kjo ndjenjë. Nëse e shikon me qetësi, ajo mund të shërbejë si mësim dhe si shtys për të ecur përpara. Edhe pakënaqësia e vogël mund të kthehet në forcë, nëse nuk e le të mbaj peng, vetbesimi nuk ndërtohet brenda një dite. Ai rritet me hapa të vegjël, të qëndrueshëm dhe të arsyeshëm. Sot mjafton të bësh një hap të drejtë, jo të madh. Kjo është më se e mjaftueshme. Demi, që në orët e para të ditës, është moment i mirë të përqendrohesh te një qëllim që ka vërtet rëndësi për ty. Mendja është e hapur për të mësuar dhe për të fituar aftësi që të afrojnë më shumë me planet e tua afatgjata. Mund të ndjesh një shtysë të brendshme për të marrë një vendim ose për të vënë në lëvizje një ide që e ke menduar prej kohësh. Fillimi i ditës të favorizon të jetosh momentin. Lëri pak më njanë planet, analizat dhe mendimet e tepërta. Pak çlodhje mendore do të bëjë shumë mirë. Jo çdo gjë ka nevojë për kontroll të vazhdueshëm, me kalimin e orëve, vetbesimi mund të lëkundet pak. Mund të dalin ndjenja të pasigurisë ose ndjeshmëri që nuk i ke vënë re më parë. Situata të vogla mund të prekin më thellë se ç'duhet. Në këtë klimë, është më e mençur të mos nxitosh. Vëzhgo, prit dhe lëri gjërat të sqarohen vetë. Largimi nga ndjenjat negative si mërzia apo inati do të ishte shumë çlirues për ty, por për ta bërë këtë, së pari duhet të jesh i sinqert me veten dhe të pranosh çfarë ndjen realisht. Vetëm duke e kuptuar emocionin, mund ta lësh pas. Sot është ditë për ndërgjegjësim, jo për presion. Binjakët, sot mund të ndihesh i frymëzuar për të ndjekur qëllime profesionale ose për të ndërtuar më fort emrin tënd. Ka dëshirë për të dalluar dhe për të ecur përpara, sidomos në fushën e punës apo biznesit. Që gjërat të ecin sa më mirë, është e rëndësishme të heqësh dorë nga pritshmëritë e tepruara dhe presioni që ia vendos vetes pa nevojë. Dita të nxit të shohësh si mund ta kthesh një situatë të ngecur në diçka më produktive. Ka ide, ka lëvizje, ka potencial për ndryshim pozitiv, sidomos në fillim të ditës kur energjia rrjedh më lehtë. Më vonë, kërkohet më shumë ndjeshmëri. Mund të marrësh komente ose vërejtje që nuk të pëlqejnë në moment. Por nëse i dëgjon me mendje të hapur, ato mund të ndihmojnë të rritesh dhe të përmirësohesh. Jo çdo kritik është sulm. Nëse ndjen nevojën të provosh veten ose të mbrohesh para njerëzve që në fakt nuk ke pse t'u japësh llogari, ndalo pak. Rezisto këtij impulsi. Veprimet e tua flasin më qartë se çdo justifikim. Qetësia dhe qëndrueshmëria sot janë forca jote më e madhe. Gaforja, që në fillim të ditës, energjitë janë më të buta dhe më frymëzuese për ty. Mendja shkon drejt imagjinatës, ndjenjave dhe ideve që të motivojnë. Një marrëdhënie ose edhe mundësia e një lidhjeje mund të shtyjë të provosh diçka të re, një interes të ri, një projekt, një udhëtim apo edhe një drejtim tjetër në mësim apo zhvillim personal. Sot mund të marrësh këshilla të vlefshme, sidomos nëse je i hapur për t'i dëgjuar. Zgjidhja e një problemi përmes arsyetimit dhe qetësisë mund të jetë jo vetëm e suksesshme, por edhe çliruese për ty. Je më i lidhur me ritmin tënd të brendshëm dhe e di çfarë të bën mirë. Megjithatë, mund të ndihesh pak i rënduar nëse duhet të presësh që të tjerët të ecin me ritmin tënd. Kjo mund të krijojë bezdi të vogla, sidomos në marrëdhënie. Një ndjenjë e parehatshme mund të dalë në sipërfaqe, por mos u frikëso prej saj. Përballja me atë që të shqetëson është çelësi. Shpesh, frika jon nga një situatë është më e madhe se vetë realiteti. Sa po gjërat thuhen ose dalin hapur, kupton se nuk janë aq të rënda sa i kishe imagjinuar.
Dhe kjo të jep forcë, sot mëson diçka të rëndësishme, ti je më i fortë nga sa mendon. Duke u përballur me pasigurit, jo duke i fshehur, ndërton vetë besim dhe ec përpara më i lehtë. Luani, sot mund të ndjesh kënaqësi duke u thelluar në analiza, kërkime apo punë që i bën vetëm. Të bën mirë të tërhiqesh pak nga zhurma dhe të mendosh qetë për gjëra që zakonisht i lë pas dore. Ky reflektim të ndihmon të kuptosh më mirë situata dhe njerëz, megjithatë, motivimi mund të bjerë për pak kohë. Një situatë në një marrëdhënie ose diçka që nuk po ndodh siç e prisje, mund të bëjë të ndihesh i pasigurt. Mos haro, jo çdo heshtje është refuzim dhe jo çdo vonesë është humbje. Shmang shpjegimet e panevojshme ndaj njerëzve që nuk janë të gatshëm të kuptojnë. Nuk ja vlen energjia jote, por për ata që kanë rëndësi reale për ty, ja vlen të ndalesh dhe të rregullosh gjërat me qetësi dhe maturi. Jo çdo pakënaqësi zgjidhet menjëherë, disa kanë nevojë vetëm për kohë, me kalimin e ditës, fokusi shkon te shtëpia dhe familja. Ndihesh më i qetë duke qëndruar te gjërat e njohura, te ambientet dhe njerëzit që të japin siguri. Sot, të luash sigurt nuk është dobësi, është zgjedhje e mençur. Virgjëresha, sot mund të gjendesh pranë një miku që ka nevojë për mbështetje. Ke durimin dhe qetësinë për të dëgjuar, dhe kjo është një vlerë e rrallë. Prania jote mund të bëjë më shumë ndryshim se sa mendon. Fillimi i ditës është veçanërisht i favorshëm për biseda një më një dhe për lidhje më të sinqerta me të tjerët. Një person mund të frymëzojë të japësh më të mirën nga vetja, jo vetëm në një marrëdhënie, por edhe në fusha të tjera të jetës. Ndoshta dëshira për një lidhje më të mirë të shtyn të punosh më shumë me veten, të rritesh dhe të përmirësohesh. Mendja është aktive dhe e gjallë, sidomos rreth një teme që të intereson. Dhe ke dëshirë ta ndash atë me të tjerët, megjithatë, sot është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për veten. Mund të shfaqen dyshime, qoftë për aftësitë e tua apo për vendimet të fundit që ke marrë. Kjo është normale dhe nuk duhet parë si pengesë. Përkundrazi, këto dyshime mund të të ndihmojnë të rregullosh drejtimin dhe të bësh zgjedhje më të zgjuara. Mund të ndjesh se disa gjëra nuk janë në ekuilibër dhe kjo të mban paksa i tensionuar. Në vend që të përqendrohesh te problemi, përpiqu të bësh rregullime të vogla aty ku mundesh. Kjo do të sjellë më shumë qetësi se sa analiza e vazhdueshme. Peshorja, sot, gjetja e ekuilibrit mes punës dhe jetës familjare është çelësi i lumturisë për ty nëse arrin ta balancosh mirë. Këto dy fusha mund të bashkohen në mënyra që të japin kuptim dhe kënaqësi. Organizimi dhe disiplinimi i detyrave jo vetëm që ndihmon në punë, por edhe për shëndetin tënd, duke të lënë më shumë kohë për të krijuar, imagjinuar dhe shijuar momentet. Fokusi mund të jetë tek puna në shtëpi ose për familjen, dhe kjo mund të sjellë rezultate të prekshme dhe qetësi. Por mos haro se sot mund të ndjesh edhe dyshime të vogla. Pyetje për dashurinë, për vlerësimin që të bëjnë të tjerët ose për angazhimin në marrëdhënie mund të shfaqen si shqetësime. Është e rëndësishme t'i shohësh këto si pasiguri të përkohshme, jo si realitet i pakapërcyeshëm. Njohja e kufive dhe dobësive të tua mund të çlirojë, duke të dhënë më shumë shpresë dhe siguri. Sot, puna me veten të çon drejt qetësisë dhe ndjenjës së lirisë. Akrepi, sot, ndjenja e qetësisë me vendimet e tua dhe me vetveten të ndihmon të shijosh momentin. Në orët e para, zakonisht ecën me instinktin dhe beson intuitën tënde, dhe kjo të sjellë siguri në veprime. Informacioni që të vjen sot të frymëzon, duke të shtyrë të zhvillosh një projekt krijues ose një lidhje romantike. Megjithatë, mund të ndodhin disa situata të pakëndshme në marrëdhëniet shoqërore. Nëse ndihesh i pasigurt për inteligjencën tënde, për mënyrën se si të tjerët të perceptojnë ose për gatitjen tënde, mos u shqetëso tepër. Këto ndjenja janë të përkohshme dhe janë një mundësi për të rritur dhe për të përmirësuar. Sot është ditë për të pranuar se je njeri me shumë shtresa, të fortë dhe i ndjeshëm njëkohësisht. Dobësitë dhe ndjeshmëritë e tua nuk janë pengesa, por pjesë e asaj që të bën unik. Përdore këtë kohë për të reflektuar, për të përmirësuar veten dhe për të kuptuar se nuk duhet të jesh perfekt për të qenë i mrekullueshëm. Shigjetari, sot, gjykimi yt për çështje financiare ose praktike është i fortë.
sidomos në orët e para të ditës. Mund të ndihesh i frymëzuar për të përmirësuar jetën tënde, veçanërisht në aspektet e shtëpisë dhe të menaxhimit të parave. Ka mundësi të mendosh për mënyra për ta bërë ambientin tënd më të rehatshëm dhe më të kontrolluar. Hëna hyn sot në sektorin e tërheqjes dhe reflektimit, që tregon se ke nevojë për një pushim nga rutina e zakonshme. Veprimet që të japin qetësi dhe freski, si meditimi, leximi apo një aktivitet kreativ, do të jenë më të dobishme dhe më kënaqësore. Më vonë gjatë ditës, njerëzit rreth teje mund të jenë më të ndjeshëm dhe ndonjëherë ndjenja e tyre mund të duket e pasaktë. Mund të ndjesh peshën e shqetësimeve të fundit dhe pasiguri emocionale, sidomos në çështje që lidhen me dashurinë ose vlerësimin nga të tjerët. Por, edhe këto ndjenja të dhimbshme mund të shndërrohen në motivim. Në vend që të shmangësh dhimbjen, pranoje dhe përdore për të reflektuar dhe për të ecur përpara. Ndjenja e brendshme, kur përjetohet dhe kuptohet, mund të jap forcë për të vepruar. Britsjapi, sot, je në një gjendje të mirë për të gjetur ekuilibrin midis nevojave fizike dhe emocionale. Në orët e para të ditës, energjia të ndihmon të kujdesesh për veten dhe të veprosh në mënyrë të ekuilibruar. Mund të dalin mundësi për të përmirësuar komunikimin, lëvizjen ose lidhjet me të tjerët, gjëra që mund të ndryshojnë jetën në mënyra të këndshme dhe të dobishme. Strategjia dhe mendimi i kujdesshëm janë aleatët e tu sot, megjithatë, disa situata mund të nxjerrin në pasiguri të brendshme, sidomos në lidhje me të kaluarën, jetesën apo çështjet familjare. Por pikërisht këto ndjenja mund të shërbejnë si mësim. Nëse i pranon dhe i kupton, mund të kthesh dhimbjen ose frustrimin në diçka pozitive, si guximi për të bërë diçka që ke dëshiruar prej kohësh. Mos haro gjithsesi se dëshirat e momentit mund të mashtrojnë. Përkohësisht mund të mos shohësh njerëzit ose situatat për atë çfarë janë vërtet. Pra, sot është ditë për reflektim dhe maturi, duke përdorur energjinë dhe përvojën për të marrë vendime të zgjuara. Ujori, sot, mendja jote punon si praktike, ashtu edhe kreative, dhe ky kombinim të sjellë përfitime të mëdha. Në orët e para, ndihesh i vlefshëm për të tjerët dhe të tjerët të kanë nevojë për ty, gjë që të jep kënaqësi dhe siguri. Është një ditë e mirë për të përkushtuar ndaj një projekti të veçantë ose për të punuar në diçka që të bën të ndihesh i dobishëm dhe i motivuar. Mund të përqendrohesh gjithashtu te çështje që kanë mbetur të pasgjidhura dhe që mund të përmirësojnë sigurinë ose situatën financiare. Por, mbaje mend se njerëzit rreth teje mund të jenë më të ndjeshëm dhe ka mundësi për keqkuptime ose ndjenja të lënduara. Disa ngjarje mund të sjellin ndjenja të vjetra ose pasiguri që lidhen me të kaluarën ose me mënyrën se si mendon dhe mëson. Këto ndjenja nuk duhet t'i injorosh, sepse tregojnë një pikë të brishtë që ka nevojë për kujdes. Duke i pranuar dhe kuptuar këto ndjenja, mund të përforcosh sigurinë tënde emocionale dhe të përballosh situatat me më shumë qetësi dhe vetbesim. Peshqit që herët sot ndihesh i tërhequr nga mënyra të reja për të parë jetën ose ide të reja për të eksploruar. Ke motiv dhe përkushtim për një projekt të veçantë, qoftë një interes personal ose diçka që të frymëzon thellësisht. Sot mund të kesh dëshirë të rregullosh çështje të pasgjidhura, qoftë me miq, qoftë me projekte që ke nisur, dhe kjo të jep një ndjesi që po ecën drejt një qëllimi ose misioni personal. Energjia sot të ndihmon për të zgjidhur probleme dhe për të kuptuar më mirë veten. Duket se qëllimet janë më të arritshme se zakonisht. Megjithatë, ndjenja të lënduara ose mungesë vetbesimi mund të dalin në disa momente. Këto ndjenja të përkohshme të kujtojnë për vlerën tënde dhe aftësinë për të kujdesur për veten dhe të dashurit e tu. Mund të ndodhë që të tjerët ose situatat të prekin pika të ndjeshme, por ky është momenti për t'i kuptuar dhe për t'i pranuar. Sensibiliteti yt nuk është dobësi, përkundrazi është forcë. Sa më shumë ta pranosh natyrën tënde të ndjeshme, aq më i lirë dhe i qetë do të ndihesh sot.